risit madhe. E këtë pjesën me Limajn, që shpeshe? Po, që kjo është çka po du me thonë. Domethënë, e para është pyetja. Që shpediun çka po du me thonë? Ajo lodh mashqit. Domethënë me vetë ajo halot fort, ajo lodh mashqit. Domethënë nëse ka pas lodhje do ta vrejmë me 7 qershor. Edhe te AK-ja, edhe te NIT, edhe te PDK-ja. Dhe e dyta për pajto me Astritin. Nëse zoti Kurti është rrezik i madh në diskursin e opozitës, për ta cenu demokracinë, për ta cenu të ardhmën e këtij vendi. Atëherë nuk duhet të jetë çështje bashkëpunimi me Nismën. Mos të harrojmë, Nisma i ka pas 20.000 votat parafërsisht. Dhe 20.000 vota opozita e kaluar në dhjetor ka vendosur mi flak. Ka thonë le digën. 2.5, 2% sa është e rëndësishme. Jo, është shumë e rëndësishme. Po zoti, po jo. Është të jashtëzakonisht me rëndësi. Ti kishe pas sepse unë mendoj që rezultati i zgjedhjeve të ardhshme nuk do të jetë me kësi dallime të mëdha, do të jetë që aty dika. Te kufiri dhe a hyn Nisma në parlament apo nuk hyn, a hyn në garë e cila fiton, pra e kalon pragun apo jo, mund ta përcaktoj edhe kush është fitues, a është bloku opozitar apo bloku qeveritar. Sot. Kështu që neglizhenca e tij e kuptoj, do të thotë ka të bëj pak me parahatin e tij, me mënyrën e sjelljes së tij. Ka të bëj me mënyrën se si ka negociuar me zotin Kurti duke qenë në koalicion me AK-n. Pra nuk mund t'i them zotit Haradinaj që është merr Nismën. Sepse zoti Limaj nuk ka vepruar në aspekt as për afër korreksis të mjaftueshme me zotin Haradinaj. Sa do të vepron të ndryshme me PDK? E tash, a vepron, unë menoj që po të kishte PDK interes, do të mund ta binte zotin Limaj për një rrugtim pak më gjatë politik, ta kthej në shtëpinë e vet, sepse ajo është zoti Limaj ka qenë politik pa PDK. Po, veç që problemi është zoti Limaj ka qenë në politik pa PDK, po ka qenë PDK. Veç kështu. Nuk ka mujt me u shkput asnjëherë prej Partisë Demokratike. Do të më teksu edhe një fakt. Po. Limaj në opsionin e parë ka thonë hajde po bëhen bashkë kundër Kurtit. Kur e ka pa që s'po bëhen këta bashkë, ka thonë okej. Po nuk i ka takuar aty bashkë. Jo pas ka pas as çami takuar, kanë zotit Limaj. Në çfarë tani ka thonë unë jam për interes. Hajde flasim. A mujmë sot me i lyp zotit Haradinaj mi thonë mere Nismën se ti po e çon luftën opozitare dëm sepse këto 2-3% bonë. Nuk mujmë thonë sepse zotit Haradinaj merr viktima, s'ka dorë zëre. Nuk ka qenë kohë, domethënë o dash zoti Haradinaj me qenë ai që negocion me zotin Kurti. Dhe jo zoti Limaj vetiu. Pra, e kuptoj ngërçin që e kanë Partia Demokratike, por nëse dikush mundet me administru zotin Limaj, mendoj që është Partia Demokratike. As LDK dhe as AK nuk kanë kapacitet për ta bërë. Eta PDK na tregon, këtë na tregon. Ajo zgjedhje të ardhshme fundi, krijimi i institucioneve 4 vjeçare, apo është atë që po thot Sadriu, që i kemi edhe një palë zgjedhje marrë.